importin që e kemi nga Serbia nga 2023-2024 është rrit për 103%. Të thonë çto ti dosh me bën një zgjidhje për mos me rrit importin. Do të vazhdon kështu kauzat e sulmit njëra mbi tjetrës, të çdo parti tjetër. Mirë, po kush e ka menduar që do të thonë pe shkurtit na nuk bëjmë qeveri deri në këtë. Ose kush e ka menduar që na do të kemi do të thonë zgjedhje 4 zgjedhje në vitin 2025. Është rast specifik Kosova dhe fatkeqësia e këtij veni është që jemi në sikur e ka thënë edhe Xhemi Shea, është popullata shumë e mirë po politik bërësit i ka shumë të këqej. Cila do të jetë oferta zotit Kurti në këtë zgjedhje kur e dim që ka qeverisur për 5 vite, po ashtu një vit e ka pasur mundësinë të formon institucione të qeverisë prapë. Nuk ka arritur këtu. Cila do të jetë, me cilën ofertë do të paraqiten para opinionit? Po dorën tash nëse e analizojmë edhe zgjedhjet e fundit të shkurtit, ky nuk ka dhënë ndonjë alternativë. Po liderët autokratë zakonisht e përdorin kartën e nacionalizmit për me justifiku vetveten për çështje të tjera. Dhe unë mendoj që ky do ta ketë çat mënyrë të njëjtë, do ta përmend punën e çështjes së Mitrovicës, që aty do të jetë, edhe nuk ka ndonjë alternativë. Ajo që më shqetëson mua është që popullata ka filluar një problem shëndetit mendor në kuptimin në përgjithësi edhe këta diasporë. Sepse nëse e kundërshton për shembull kryeministrin në detyrë aktual, do të thonë poshtë rastin konkret isha me një emision dhe poshtë videon e kishin shkruar dhe do të thonë mesazhet të cilat nëse e kundërshton ki mendim kritik ndaj një lideri ose ndaj një kryeministri apo ndaj një deputeti të tjerë, të bajnë je me Serbinë, të bajnë fashist, të bajnë je kriminal etj. Kjo është shqetësuese, sepse popullata po don dy porën të cilën për krah liderin e partisë dhe kushdo që e kundërshton është armik dhe polin tjetër të cilët këta janë në një farforme, janë parti ma të strukturuar në kuadër të strukturave të punësimit, sepse kanë pas menaxhimin e shtetit ma periudha fatgjatë, duke përfshi kanë pas disa komuna, që është PDK edhe LDK. Mirë, po ajo çka është shqetësuese është do të thonë frymëzimi i urrejtjes ndaj o je me mu o nuk je me mu. Dhe e dyta, këtë liderët autokratë në vendet të ndryshme të botës, ata e përdorin kartën e manipuluese të nacionalizmit artificial, se nuk është nacionalizëm real, se të qenë nacionalizëm real kish bë politikat e tjera, sepse nëse kish qenë real, importin që e kemi nga Serbia nga 2023-2024 është rrit për 103%. Të thonë çto ti dosh me bën një zgjidhje për mos me rrit importin, sepse në anën tjetër të shkon Mitrovica, në anën tjetër pasuron vende të fshinje, duke përfshirë edhe Serbinë. Kjo është e ka një emër të përbashkët që është nacionalizmi artificial për interes të votës.